Open your eyes, open your mind. We are the wings, wings. If your hand is holding mine, we can fly to space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the wings. It's a magic night. The sky is all blazing. New adventures are calling for us. Join the wings. We can ride it loud. No time for hesitating. Bring color to the world with your imagination. Wings, love, forever and ever. Wings, if your hand is holding mine, we can fly to space and time, and together we'll be surefire winners. Wings, with a smile you can enchant. You light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Wings, you magical wings. Among the stars you are wings. A mystical light of fire under the sign of wings. Në episodin e kaluar, zanat shkuan në Gardenia për festën e Halloweenit të Micit. Ndërkohë, vetë Mici kishte planifikuar një reng djallëzor, por pikësit e padukshëm arritën ta prishin planin. Në fund, ishte Mici ajo që u tremb sa më ska. E shkreta Blum, kush e di se çfarë shqetëson. Terry do vërë në shënjestër kullon e reve për të marrë ato pjesë të kodeksit. Nëse zanat e mia dhe shtrigat e tua do bashkëpunonin, kodeksi mund të mbrohet Mund mirë. të kishte drejt, por asnjë shtrige si pëlqen ideja për të punuar me zanat. Këtu fus edhe veten time. Dakor, duhet të gjejmë një mënyrë për të lënë mënjan mosmarrveshjet. Nuk e di se si, por e di këtë pyes. Do të studiojmë te kulla e reve? Mund ta keni seriozisht? Në asnjë mënyrë nuk kam për ta veshur uniformën atyre shtrigave. Qetësohuni vajza, ju e dini se duhet të mbrojmë kodeksin te kulla e reve. Nuk ka asnjë lloj pakti që shtrigat i kenë kërkuar ndonjëherë ndihmë zanave. Dhe pikërisht këtu na hyri në punë këshilla e vlefshme e Mirtës. Shtrigat mendojnë se zanat e Alfeas e kanë jetën të lehtë. Të gjithë mësuesit thonë se zanat nuk do duronin dot as 2 ditë nëse ndiqnin orët e tyre të mësimit. Pra duhet ta lëmë mënjan krenarin, kjo është? Zanat nuk janë aq kokforta sa shtrigat, apo jo? Atëherë u vendos, nëse doni ta vazhdoni mësimin te kulla e reve, zonja Griffin të kërkojë ndihmën tuaj për të luftuar triksat. Dhe nuk ka për t'u penduar. Triksat nuk do të mund t'i afrohen fare kodeksit. Mirta. Të doja që dhe Pifi të vinte. Ka bukuroshe edhe Pifin e vogël. Ajo s'do ishte e lumtur. Energjia e kullës së reve është shumë negative. Po pra, do t'i bënte me dhimbje koke pikësit tona. Hey, Zingu më duket mirë mua. Shqetëso Leila, do të shpëtoj unë nga magjia e Po, por ajo është... E çmendur? Forca vajza, duhet të mësojmë si të bashkëpunojmë me shtrigat. Po mirë, dhe mua që s'më pëlqen të jem në një vend ku ka një shtrig të vetme. Por ato na ndihmuan të luftonin triksat vitin e kaluar. Më duket se po harron se ato kanë ndihmuar shumë herë triksat të luftojnë kundër nesh. Mos sa mos të kanë bërë gjë shtrigat? Ku mendon se po Po shkon? lart të qetë. Oh jo! Po tani çfarë do bëj? Me sa duket nuk ke nga t'ja mbathësh zan. Pjesa më e madhe e shtrigave duan t'i provojnë vete se janë më të mira se sa zanat. Shpresoj shumë që ta kuptojnë se është më e rëndësishme të ndalojmë terrin. Mos u shqetësoni për këtë, zana të vogla. Edhe ne jemi pa aq të afta sa ju vajza ta kuptojmë këtë gjendje. Madje më shumë se ju.
Unë jam profesoresha Ediltrude dhe kjo është profesoresha Zarathustra. Na kanë thënë se do qëndroni me ne sa të kaloj rreziku. Ose derisa orët tona të mësimit ju duken shumë të vështira. Sido që të jetë. Pra, ju do të na e tregoni ndërtesën e? Në fakt, kulla e reve nuk është një ndërtesë tipike për ju. Është një krijesë e gjallë me rrënjë dhe me deg. Rrënjë dhe deg? Është një krijesë magjie që e kanë formuar shtrigat e lashtë. Mirë se erdhët në orën e artit themelor të magjisë 101. Synimi i kësaj ore është ju mësoj fillestarëve dhe mikeve të nderuara njohuritë fillestare për magjinë e zezë. Është kaq e sikletshme. Që kur kemi ardhur këtu, shtrigat ne i kanë ngulur sytë dhe s'na heqin fare. Janë xheloze se ne kemi stil prandaj. Do fillojmë me një ushtrim të thjeshtë. Do prodhojmë energji duke mbledhur imazhet e errta. Flora, do fillosh ti? Po ne nuk do ndahemi në grupe për ta praktikuar këtë? Në grupe? Shtrigat të punojnë në grup? Dëgjoni Zana. Antarët e ekipit mund të tradhtojnë njëri tjetrin, prandaj një shtrig i mban shpresat vetëm te vetja e saj. Por, dua të them po zonjë, nëse për artin e magjisë punohet kështu, Nuk dua të mësoj asgjë nga këto gjëra. Tani, të gjitha nxirrini librat dhe hapini në faqen 3026. Shumë mirë, jo s'është aq errësirë, është pak e turbull. Më mirë nga sa plisja nga një zanë. Pikërisht. Pjesa më e madhe magjive tona kërkojnë errësirën si burim kryesor të energjisë. Është e rëndësishme të mësoni të shmangni dritën. Më falni, por mua nuk më pëlqen errësira. E dini se notat tuaja do vendosen në të ftesë? I ke parë notat e mia ti? Këto nota do jenë njësoj si të tjerat. Profesoresh, nëse arrita bëj magjina, mund të largohem më herët? Mirje Blum, zakonisht zanat nuk i thrasin kaq thjesht ndjenjat negative. Kam pak dhimbje koke. Do pushosh apo jo, do na dëgjojnë. As nisësh këtu në këtë orë të ditës, është njësoj si të kërkosh gjilpërën në kasht. Nuk është se ke ndonjë zgjedhje tjetër, ë? Po ne kemi kontroll mbi kullën, ti themi të na e sjell kodeksin. Grefini ka pjesën më të madhe të kullës në kontroll. Nuk ka asgjë këtu rrotull, pra le të ndajemi dhe kërko për vende të fshehta. Shumë mirë. Pashiko. Zonja Griffin tha se mund të mbështetem tek të gjitha ju. Duhet t'i ndalojmë triksat që të mos futen në kullën e reve. Sipas veprimeve të mëparshme, lëvizja tjetër e tyre do të jetë në një nga këto ditë. Mund t'i ndalojmë vetë, s'na duhet ndihma juaj. Blum, përse mërzitesh? Mund ta bëjmë vetë këtë. Stella, ti po bëhesh e keqe si shtrigat. Hey, Hey, duhet të qetësohemi të gjitha. Le t'i mbajmë syt hapur tani, dhe nëse dini ndonjë hyrje sekrete, Nuk do t'ju a tregonim. shumë mirë. Atëherë sigurohuni të mos i gjejnë as triksat. Mos u shqetësoni, do t'i ndalojmë ne. ju nuk dini si ta bëni këta. Ashtu është, ju kanë mundur 2 herë deri tani. Të paktën ne ju kemi përballë. Ju s'keni për të bërë më shumë se kaq. Kam dëgjuar se Blumi ju ka dhënë atë që kërkonin. Apo jo? Si guxon të thuash këtë për Blumin? Teknikisht është e vërtetë. Nga ana e kujt je ti? E pat, zanat nuk bien dot dakord me njëra tjetrën. Çfarë po bëni ju vajza? Po bashkëpunojmë. A nuk duket? Ju po ziheni. Kush po i ruan triksat? Mirta ka të drejtë, ti kthehemi Por më mirë të punës. dëgjoj Blumin se sa të dëgjoj ato tradhtare. Nëse triksat fitojnë se ju nuk keni bashkëpunuar, çfarë mendoni se do ju bëj Griffin?
Kjo është mundësia jonë për të ndaluar triksat përpara se të fitojnë më shumë fuqi dhe të kërcënojnë të gjitha dimensionet magjike. Le të bëjmë krenare Griffinin dhe Faragondën. Stormi, i gjete Winxat? Po, është ashtu si mendoj Darkari. Le të shkojmë te Darcy. Shikoj një lidhje të dobët. Pra, u kënaqet e festa e djeshme? Po, u kënaqa. Ishte si atëherë kur ishin të vogla, të kujtohet? Fshati zanave. Ti më çoje gjithnjë tek ato. Megjithatë kënaqeshim shumë, apo jo? Kënaqeshim më shumë atëherë se sa në shkollë. Kjo është e sigurt. Ti doje të rije gjithnjë me më të rriturit në orën e artit. Po, të isha me zonja se sa ata. E di, kemi kaluar shumë gjëra së bashku. Të kujtoj dita e parë e shkollës. Ti doje të uleshe me triksa. Po mendova se të kthye në thith lop. Dhe ti dukeshe si spiune dhe Griffini nuk të futi brenda. Ndoshta do kisha për më mirë që të ikja, po ja kaloj shumë mirë në Alfea. Mos më thuaj se do të bësh zan. E po. S'ka mundësi, nëse do të je magjistare, do t'i kem të gjitha fuqit. Mendoj se disa gjëra nuk ndryshojnë ku. Ej, jo të gjithë shtrigat janë si triksa. Zonja Griffin është e fuqishme dhe krenare. E kuptoj. E di, edhe pse ti nuk je më shtrik. S'do të thotë që nuk do jemi më shoqe, apo jo? Po. Jo. Pashiko. Çfarë kemi këtu? Është shoqja jonë e vjetër Lucy. Ti do të na ndihmosh, apo jo? Përse nuk më lini qëtë? Sepse ne të njohim ti, Lucy. Do na ndihmosh, po apo jo? Jo! Si guxan të musulmosh. Hey Stormy, mendoj se Lucy ka nevojë të kujtojmë se çfarë ndodh atyre që luftojnë kundër triksave. Prit, jo! Do të bëj ç'të doni. Mos më bëni keq, ju lutem. Kështu duhet. Mirë. Me sa duket nxënëset tona po kërkojnë në çdo të sep or ndonjë shenjë të triksave. Lumi duket arriti t'i binte. Po, për tani. Tani, ushtrimi tjetër është shumë i rëndësishëm për aftësitë tuaja magjike. Sa më i madh jetë trishtimi, aq më e fortë do të jetë magjia e zezë. Profesoresh, nuk e kuptojmë se ç'duhet të bëjmë tani. Atëherë më lini t'ju ndihmoj. Mbyllini syt që të gjitha. Tani, mendoni për ato herë kur dikush nuk e ka lejuar të bënit atë që donit. Mendoni për herën e fundit që jeni ndjerë të pashpresa ose të zemëruara. Mendoni për stresin, vetmin, dhimbjen. Mbusheni zemrën plot me mendime të trishtuara. Profesoresh, kaq mjafton. Mirta, po ndërpret mësimin. Un kam shkuar në orën e profesoreshe Diltrudin vitin e shkuar dhe ajo nuk na mësonte kështu. Mirta? Çfarë po të ndodh? Ajo e ka sajuar gjithë këto për ju, vajza. Çfarë? Kjo s'është e drejtë. Mirë. Mësimi ishte duke mbaruar. Të gjithë do marrin nga 1-10 përveç Mirtës. Duhet të na ndihmojnë të gjitha mësuesit nëse kodeksi është në rrezik. Janë bërë kaq të fuqishme triksat? Vet Faragonda na tha se Terry ju ka dhënë fuqi speciale. Nëse jeni kaq të shqetësuara për kodeksin, pse të mos i çojmë mësuesit larg tek... Mos e përmend vendin. Valum Evanesco. Po na përgjoje. Nuk do shkoj shumë larg, zonjë. Jo, ndalo. Ajo është e friksuar, vetëm kaq. Pastaj mendoj se ajo që po i ndodh është shumë e dukshme. Unë grica tie. Jo. Lucy, çfarë ke? Triksat, ato ishin këtu. Çfarë? Jo. Ato po m'ndjekin.
Hey, ç'po ndodh? Triksa tashmë janë në kull. Atëherë le t'i kapim. Mirta, mendoj se ti duhet të qëndrosh me Lusin. Ne të tjerat le të shkojmë të gjejmë Triksat. Ide e mirë, Bloom. Le të shkojmë të gjejmë Triksat. Po si do ta bëjmë tani? I mirëpres sugjerime. E di, bazuar në eksperiencën e shkuar, nuk mund të imposhtim Triksat në lojën e tyre. Një mënyrë e këndshme për të thënë se humbëm. Nëse presim që ato të shkojnë te destinacioni i tyre, do t'i kapim pavajtur. Por ato kërkojnë kodeksin. Dhe ne nuk dim se ku ndodhet. Unë do ta llogaris me parafërsi vendodhjen dhe do të presim atje. Ha, s'mund ta lë vete në duart e kompjuterit tënd. Kjo është shumë e rrezikshme, ne mund t'i çojmë drejt te kodeksi. Nuk po shkojmë në asnjë vend. Shtrigat i kanë fshehur Triksat. Nuk mund të kemi besim tek ato. Kështu të lumt, shko e ri pak shtrigat të thonë ku ndodhen Triksat. Ri, Stella, se mos ke ndonjë ide më të mirë ti. Mirë, mendoni se mund t'i gjeni pa ndihmën time? Në rregull. Stella. Unë po shikoj atje ku i pa Lusi për herë të fundit. Eja me mua nëse do. Ajo nuk e mori fare parasysh idenë time. Ideja ime kishte më shumë shanse për sukses. Duhet të provoj të gjej kodeksin. Kisha të drejtë, fuqia magjike rrjedh në për të gjithë strukturën e kullës së reve, ashtu si gjaku rrjedh në venat e një qenie të gjallë dhe e ka origjinën këtu, zemra e kullës së reve. Pra e gjetet kodeksin. Tani na thuaj se ku është. As për 1.000.000 vjet. Magjia e shtrenjtas. Shumë ngadalë. Wow, çfarë kemi këtu? Do thosha se e gjetëm vendin. Kodeksi është i yni. E frikshme. Oh, ju vënë në dieni se duhet të ruajtur atmosfera me pjesën tjetër të ndërtesës. Po tani çfarë? Që bëjmë disa pyetje këtyre shtrigave. Çfarë ka që nuk shkon? Nuk e arrin dot dhomën qendrore. Jo, Grifini ka kontroll të plotë asaj zone të kullës. Çfarë dhimbje? Sigurisht, ajo do ketë ngritur një mbrojtje të fuqishme rreth kodeksit. Ndërkohë që afrohemi do humbasim kontrollin e kullës. Atëherë do ta vjedhim sipas mënyrës së vjetër. Me shumë forcë. Oh, jo. Tekna! Ai si ka qenë këtu? Kush tjetër do ta kishte bërë këtë? Zing, çfarë ndodhi? Triksat, e din ku ndodhet kodeksi. Tekna e gjeti kodeksin? Dhe Triksat e zbuluan nga ajo. Duhet ta ndihmojmë dhe të lajmërojmë të tjerët. Nuk kemi më kohë, Triksa do të arrijnë tani te kodeksi. Por Bloom, Ti do ndihmosh Teknën. Unë do të shkoj t'i ndjek ato. Do vi me ty. jo, nuk do ta bësh. Bloom, ki kujdes. Çfarë pyetje është kjo? Ti nuk na beson apo jo? Sigurisht që jo, ti je një shtrik. Po si guxon ti? Musa, e dëgjove këtë? Çfarë po ndodh? Diçka e keqe. Një komitet mikpritës. Një tuf me shtriga dhe ca wingsa sa ngrohtë po na prisin. Ne e gjetëm të Fakt ato na gjetën ne. Wingsat magjik! Jepni maksimumin. Ta shohim si do ta mbroni shkollën tuaj. Hej, pusho, ne dim çfarë të bëjmë. Duhet të bëhen gati t'ju kërkojnë ndjes. Stella, ka kaluar ja ku mjaft qen ko. kjo? Flora, çfarë ka shtriga? Shejtanet e vogla. E kapa! Do ta paguash për këtë. Goditje sonike! Kjo po vdhet në një humbje kohe. Ajsi, ata u luk janë pjesë e kullës së reve, apo jo? Kulla e reve, na mbro! Oh jo! Kujdes! Ti po që është argëtim. Kemi kohë për lojra, duhet të dalim që këtej. Kjo është qesharake. Nëse Blumi do ishte këtu, do kishim mbaruar punë. Ku është ajo me qëra fjala? Shpresoj që të jetë mirë. Duhet t'i jap fund kësaj çmendurie. Po unë pas kam ardhur e para. Ato duhen të jenë gatruar. Po vinë.
mund ta bëj këtë. Wingsat magjik! Ju vazhdoni, ne I shkatruam për binçat, por Trixat na shpëtuan. Kujto, Magjia juaj I largoi më njëherë. Të paktën ne provuam, ndërsa ju as nuk sënuan. Rrjeti im shkaktoi më shumë dome se sa të gjitha ju. Hey, ndoshta ju I lat me qëllim që të iknin ato. Hey, ti si guxa? Mirë, atëherë vazhdoni. Jo, prisni! Të gjitha ju mjaft tani. Duhet ta ndaloni. Është ky vend po ju çmend fare. Po, më fal. Oh, mirë, vajza të forta. Mendoj se duhet ta dini që Trixat po bën gati të marrin kodeks. Dhe Blumi po lufton e Unë vetme. di se ku po shkojnë. Më ndiqni mua. Topi I shpejt! Është vetëm njëra prej Çfarë ka? Shoqet e tua s'mundën të dinin të luani? Është e juaja. Errësirë optike. O, sytë e mi! E shkreta vajzë, nuk mund të shikoj asgjë. Jeni gati, vajza? Jo, duhet të vazhdoj të luftoj. Duhet. Tani të marrin çmimin ton. Është atje forca. Plum! Duhet patjetër t'i ndalojmë ne. Është shumë vonë, Zana. Zemra e kullës së reve po hapet. Jo. Kodeksi është tyni. Në episodin pasardhës të klubit të Wingsave, Blumi lufton 3 Trixat e vetme dhe humbet. Zanat janë të ndara. Trixat përdorin fuqinë e tyre për të kthyer kullën e reve në një përbindësh gjigant.